Pse biznesi online është anija jonë e shpëtimit? Tani, imagjinoni sikur ju po ndërtoni një shtëpi për një biznes fizik, për ta shfrytzuar. Për këtë duhet të blini tokën, duhet të blini tullat, duhet të paguani lejet e shtëpisë dhe të prisni me muaj të tërë derisa të bëhet. Dhe në fund, ti shikon që nuk vin njerëz. Falimentove dhe me borxhe. Kurse, për biznesin online, ju ndërtoni një shtëpi digjitale, një website apo një faqe sociale, dhe nëse kjo faqe ty nuk të ecën, ti thjesht ndërron dekorin ose produktin me kosto zero. Nuk keni pra nevojë për zyrë, vetëm për një profil në platformë, një telefon, një laptop dhe internetin dhe u zgjidh problemi.